Finalistja e Big Brother VIP Kosova 3, Xheneta Fetahu, ka surprizuar të gjithë duke hyrë mbrëmjen e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4. Prej kohësh emri i saj është përmendur shpesh nga banorët dhe ish banorët e këtij formati, duke shkaktuar diskutime të shumta. Megjithatë, askush nuk e priste që ajo të bëhej pjesë e spektaklit, ndaj momenti i hyrjes së saj ishte befasues për të gjithë. Ndërsa të tjerët reaguan me habi, më i shokuari ishte gjesti, i cili në atë moment ishte duke fjetur. Kur hapi sytë dhe pa Xhenetën pranë tij, ai mbeti i habitur. Nga ana tjetër, Xheneta nuk hezitoi të shprehte hapur mendimet e saj. Ajo e quajti gjestin mashtrues dhe theksoi se ka një të preferuar brenda shtëpisë, duke nënkuptuar një banore grua. Edhe pse nuk ja përmendi emrin, u bë e qartë se ajo po fliste për Gertën, pasi ul pranë saj. Kujtojmë se Xheneta dhe gjesti krijuan një lidhje të fortë në Big Brother Kosova VIP 3, gjë që i bën akoma më të tensionuara situatat mes tyre brenda këtij edicioni në Shqipëri. Ndërkohë, mes gjithë banorëve, vetëm Ola e priti ngrohtësisht Xhenetën. Ajo e përqafoi dhe i prezantoi shtëpi, duke treguar një qëndrim miqësor ndaj saj.